Me lajmin e fundit do të shkojmë tani drejt për drejt në festivalin e organizuar nga qeveria, Kryeministri Rama në Bradent Art Festival dhe ngjarje europiane, sipas tyre. Sjell në Tiranë arkitektë të njohur ndërkombëtar nga Europa, Azia, Amerika e Jugut dhe Amerika e Veriut, të cilët punojnë në Shqipëri për ndarë eksperiencat e tyre. E ndjekim. Ju është dhënë nga Zoti mundësia të luajnë Perëndin, sepse të gjithë të tjerët kanë nevojë për arkitektët që të jetojnë jetët e tyre e që të ndërtojnë botën e tyre. Nuk do të ishim dot këtu përreth kësaj hapësire, në qoftë se pas kësaj nuk do të ishte një arkitekt dhe nuk do të jetonim në një qytet në qoftë se nuk do të kishte arkitekt pas tij. Kështu që për mua, kjo është një arsye shumë e fortë për t'i besuar arkitekturës si diçka që shkon shumë përtej ndërtesave, shumë përtej materialeve, shumë përtej asaj çfarë shohim në fund si prani fizike. Sepse ajo ka të bëjë me përfytyrimin se si njerëzit mund të jetojnë ndryshe e si të mund të bashkëjetojnë ndryshe. Donim të sfidonim veten dhe të gjithë ju duke zgjedhur një temë që për fat të keq përdoret gjithmonë për t'u përballur me arkitektët, për t'u përballur me zhvilluesit, për t'u përballur me energjitë e imagjinatës dhe të kurajës për të ndërtuar realitete të ndryshme. Përdoret për t'u përballur dhe për t'ju kundërvënë si të ishte njerëz që vinin nga ana negative e jetës. E kjo është tema e natyrës, e mjedisit dhe peizazhit. Kjo na sfidon ne dhe ju për të ndihmuar, për të kuptuar më mire. Kjo do të thotë të përpiqemi po ashtu të kuptojmë kufit tanë, kufit tuaj, dhe ndërkohë të rekemi të dëgjojmë njëri tjetrin për mënyrat se si mund t'i tejkalojmë këto kufi, si mund të hedhim hapa të mëtejshme për të provuar se ruajtja e natyrës nuk është në asë një kohë e asë kund një qëndrim që nënkupton apo që është njësoj me mos zhvillimin. Ruajtja e natyrës mund të ketë të bëjë dhe duhet ketë të bëjë edhe me zhvillimin në harmoni me natyrën. Jo për ta vendosur natyrën në shërbim të njerëzve, por edhe për t'i vendosur njerëzit në shërbim të natyrës. Shumë e lehtë për t'u thënë se sa për t'u bërë, sigurisht, por gjithmonë kujtoj diçka që më është thënë nga një njeri shumë i çmendur, i cili nuk është arkitekt, nuk është artist, që filloi si biznesmen i suksesshëm në Francë, pastaj u zhvendos në Amerikën Latine, sepse ishte i fiksuar pas shërimit të komuniteteve. Një fjalë prej tij që nuk e harroj kurrë dhe që është shumë sfiduese, ishte e qëndrueshmja nuk është as pak korekte në raport me brezat e ardhshme. Çfarë është korekte në raport me ta është ajo çfarë është korekte në raport me natyrën.
që është politikat rigjeneruese, një qëndrim i ri për të rirë në raport me mjedisin, zhvillime rigjeneruese përmes arkitekturës dhe planifikimit. Pra si të shkojmë nga të qenit të qëndrueshëm tek të qenit të rigjenerues, ripërtëritës, si të bëjmë që të mos mendojmë thjesht, po, na duhet të presim ca pemë, të mbjellim ca pemë, po jo këtu, diku tjetër. Dhe si t'i bëjmë të dyja, të ndërtojmë e të mbjellim, t'i bëjmë njerëzit të ndihen të ftuar, të mirëpritur në natyrë. E të mos ju themi që nëse doni të jetoni me natyrën, në qoftë se doni të jetoni në peizazhe të ndryshme, duhet të largoheni në mbrëmje, sepse mund t'ju hanë ujshrit. Jo. Mund edhe të flini aty në mbrëmje, mund të zgjoheni, po kështu në mëngjes dhe të punoni aty. Mund të ftoni njerëz aty. Tani po i hy zonës së rrezikshme të fjalës time, që rrezikon të bëhet e gjatë, po kjo është pak a shumë fryma. Më pëlqen shumë kur fryma nuk është e përcaktuar qartë nga fjalët, dhe ku në një mbledhje si kjo ndihmojmë njëri tjetrin për të gjetur fjalë pas fjale, imazh pas imazhi, histori pas historie, diçka që ka kuptim për të gjithë ne së bashku. Ajo çfarë më duket e jashtëzakonshme sot, edhe më shumë se sa vitin e kaluar, nuk është se kemi një numër më të madh arkitektësh, profesionistësh që vinë në këtë festival. Jap se Ada dhe Adelina, Adës dhe Adelinës ju desh që të krijonin hapësire të tjera ku njerëzit janë ullure që mund të flasin. Por ka të bëjë me faktin se këtu nuk kemi vetëm ca arkitekt të mëdhenj. I kemi dhe ata, por arkitekt që vinë nga të gjitha anët, nga Europa, në Kinë, nga SBA-ja, në Amerikën Latine. Dhe është nder i madh për mua që kam sot këtu dikë që edhe në ëndrat e mia më të çmendura nuk mendoja dot se do ta shihja të vinte këtu thjesht për të nderuar diçka që po bëja me arkitekt të tjerë, Santiago Calatrava. It's also very humbling to